Allahu në Kurani Kerim ka thonë zemrat janë dy. Zemrat janë dy. Ka thonë wa nafsin wa ma sawaha. Ka thonë po ba i bë në atë epsh, në atë shpirt, në atë zemrat që kam ndërtuar, se zemra ndërtimi Allah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. E kam inspiruar mirën dhe të keqen në të mrenda. Tha qad aflaha man zakkaha. Ilumi ai ka pështu drejt për drejti ai që arriti atë zemër të vetën me pastru, me jetu të pastër, me jetu i pastër, me jetu i pastër, në do me thonë në atë kuptimin që po jetojnë tash do të pastër. Pse bre po e pi atë raki, tha. Po e pi, tha gjama, di shka ka, po e pi, tha. Po baram kur kujs po i mendoj keq. Po e pi, tha. Po baram kur kujs po ja mendoj të keqen. Shiqot ati. Shiqot sa ka arrit me dit ki. E që ti, unë nuk i thom intelektual. Këti hala me herët, kisha me i thonë me shok të vetë intelektual. Kis mundët me qenë intelektual. Se edhe intelektual edhe rakigjis mundët. Po kis ka mujt me hetu, se para se ti baj keq qerve, zban me i bo keq vetë vetës. Kje ka humu vetë vetën të i bo keq, edhe po lavdro se qerves për ju baj keq. Po tja, qerta ma shumë se vetë vetën i do. Ti kur ti zban me mdash mua ma shumë se vetë vetën. Ti dush me dash vetën. Ti dush me shpëtu vetën nga e keqja. Për i smundjeve si kalerizm e qera, dush me shpëtu vetën. Pastaj mu me më këshilu. Ti e ke myt vetën. Po unë e përpi, po qerve barëm s'po ju mendoj keq. Allah, Allah. Sa i menqër. Sa talent i madh ki. Edhe ki haron, nuk ka që di që ki ka uniform të veshën. Uniformën, cëllin uniform? Uniformën që të thinë gjennet. Se po u veshe me uniform ti i gjenetit, mos si ti ishe muslimane kam fjallën, si ti kishe besim, ti je i... Ajo është uniforma e garancës hyrjes në gjennet. Qështu e ka emnin, unë se kam maru këta, kështu e ka emnin, uniforma e garancës që shtin gjennet. E ta shti, unë e kam vesh ata, edhe e kam vesh uniformën e garancës për në gjennet, e du me dek me ta. Ama edhe një shishiraki me veti. Se të hajde tash, urnot tash. Oj dash, urdhët tash, hajde, kus me spjegon, qka kjo punë kështu? Qka kjo punë kështu? S'mundet, nuk s'ka gjennet mo, kjo është humbje. Kështu pra unë i thëmë gjallit ton, tim këtë rast me durët e tua, e ke humbë vetë vetën, edhe prej ti e shumë pak pritët. Shumë pak pritët e ke humbë vetë vetën. Kja është sukur a i njeri, i cili ka ndërtu një shtëpi të bukur, po inxhinjeri i cili ja ndërtoj, duke e ndërtu shtëpinë ja minoj. Kështu a kjo punë, ai që ja ndërtoj shtëpinë ja la minët mrenda, ai kur hini me fëmija dit i eksplodu në ato, urdhët tash pra. A hini shpitrekja? Ti ke hi me uniformën e cila shtin gjennet nëse vitesh me ta, po e ke gotën e rakijës me veti, ta di është ti je i miniratëm, ti me vdekjen tonë eksplodon për gjithmonë masmo. Ska prej tije. Ska prej tije asgjo, dush me qeni pastër. Allahu ka bo be në zemrën, në shpirtin e pastër, ka thonë, po baj be, se unë e kam ngrit atë edhe kam kryut pastër, po baj be në madhnin time që e kam kryut pastër, edhe po thonë, kad aflaha men zekkaha, ka shpëtu ai që e mbajtit pastër. Pra kështu drejt, ka shpëtu ai që e vazhdoj pastër, jo ai që e ndoti, ai s'ka shpëtu ai që e mbajti, ai që qëkojnë vazhdim. Kurse zemra qetër, në orën qetër, është ka dhulumatin fi bahrin lëgjij, yaghshahu mawjun min fawqihi sahab. Thash ajo zemër si një anije e vogël, e cila ka ngel në detin natën e veshtës me mjegull dhe dalga dhe val, të ashpra të detit, qishtë të lovitet ajo në te, ashtu ka ngel zemra e ndotër me haram në këtë vërdalën e kësaj bote, e ajo mendon se është nudhe. Është nudhe, po qëfar udhe? Duke mendu se do të gjej brek detin një herë. Urdhë vllave jam i dashur. A bisedojmë pra këtë çështje një minuta di. Në deti me val, me frim të ashpër me mjegull, val mbi val, është i interesum me dal në bregdet kjo anije e vogël me një njeri. A ke shpresa? Se del? Del kjo? Pra këtu janë shpresat më të vogla se minimale. Këtu janë shpresat e humbura. Kështu është ai njeri i cili mendon se do të del në bregdet me gotën e alkoholit, ai i cili mendon se del në bregdet me blerjen e zemrave dhe shpirtave të qerve, ai që mendon se del në bregdet
duke bën një haram, apo në përmet rishfetit, apo në përmet ati korupcionit të dhi cila është i njohur të njerëzit, në përmet tradhtisë dhe rrenës, në përmet bindjeve të thata të kota që mas ative bindjeve nuk ka kalli, nuk ka me korë, nuk ka me fshi, s'ka me blujt, nuk ka me hongër. Kështu janë ato zemra. Luna Zot, nja me qenë, të gjithë kemi me pagu, po me qenë shumë këto. Nja me qenë, është defekt. Një pi gaz në burën e tamlit është 7 dush. Një pi gaz në burën e mjoltit është 7 dush. S'duhet një burë. Një pi gaz mjolt është 7 dush. Atë duhet me dirë. Nëse na kemi shumë pikat gazit, na me siguri duhet me dirë këtë histori e me ndërtu koshiqen e bletës e cila ndërton historinë e re. Më duket ma i vogli, unë jam prej intelektualve në popullin ton, më duket se neve po duhet me ndërtu sandëkin e bletës së historisë re tonës. Mendoj se koha këtu ka ardhë, se mdokët prej sandëkëve që ne kanë përmis qertë për dit, na ka praptu mjolti në shpin edhe në bark natë dit, na ka ndodhë prap emnin e ka mjolt, a i prap është ati, pra, a i prap është ati, ne nuk thëmë na ka delë mjolti për pak e për shumë, po thëmë a është ati, po na i kanë praptu qertë e na i kanë plunos me diçka tjetër që s'po na len me hongër, e tash nëse më lejoni për fund me thonë se mdokët se neve dhe na i delën mjolti. Na i delën prej sandëkit. Shkoj mjolti. Shkoj mjolti jonë. Unë se di shka ka met. Vesh një pun jam i bindum. Sandëk janë ati. I praptu. Sandëk janë i praptu më ati. Edhe po e mbyllë e po thamë. Qel një sitë mirë. Se natë sandëk do të hinë qera sende me tu. Qel një sitë mirë. Se natë sandëk shpejt e shpejt, jo mizat e bletës, qera mizat të din me tu. Që ato mizat qera, nëse në gutën të bletës me himrenda, grenzat kanë me him. Dalimi i madh është mes bletës edhe grenzës. Nëse nuk shpejtojnë me him mizat e bletës prapë në ta, grenzat e okupunat sandukin tonë. Aja është ati hapën, me krijet e poshti praptum, urdhënoni ju të ndershëm të gjithë, edhe në nënvizën e këta, bini mas, bane vepër, edhe kujtonu mirë, thirni mizat qera të bletës me shkat duni thirni, të këthejmë të sandëki, se sandëki është joni. Aja është joni. Edhe në këtë radhë nëse a i mushët, a i ka me ndërtu atë fe pugace prej të cilës del me sulmu në ardhëmërien tonë të afër më të lartë. Allahun gjelle gjelalu e lusmine, që të në ndihmon me hinë sandëk prapë. Allahun e lusmina që të bëmi të vetë dishëm edhe t'i thojmë ati me zë, pa u tërpnu prej kurkuj, se na tut jemi. Na tut jemi. Edhe inshallah rëshasin prej skemës njerëzit të cilët e hapin gojen edhe mbushin plot kur ta kurthojnë. Jutë Allahut, largonu prej këtu se ne me juve s'kemi pun, edhe s'kemi pun me Allahin e juve. Kështu po thojnë do, as me juve s'kemi pun, as me Allahin e juve s'kemi pun. Pra a i shka s'ka pun me neve. Edhe a i shka s'ka pun me Allahin ton, a i sa shijoni. A i sa shijoni. A i kuj ashtë na nuk e dim. A i na nuk e dim. Po një gjo e mësum prom 3, i kuj mundësh me qenë. Prom. Një gjo 3 e mësum prom, i kuj mundësh me qenë. Prom qytetin Gjizin, të Libanit të jugut, e lishun ushtria libaneze, ata e shkun në Israel ato, se ishin libanez që i shërbeshin jahudive. E lishun, do më thonë u liru qyteti, e ka morë Libani, se ata e kanë pas pjesa e ushtrijës Libanit e cila i shërben të jahudive. Hi, kumon. E pa, që shak e put? Mësabit. Mësabit. Kur më levë shmi basë qëra herë, në kësham nik disë kallamoqit tonë, e mush mi një krabari pra i vantë. Mi disë kallamoqit. Ska venat e kallamoqa. Se ki milë barit jata. Po ati e gjojsh mi pak bari mi u qita i vanë me në kësham. Lillahi l-Fatiha.